Lavdi e falëndrimi është për Allahun fuqiplot, që besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurimin. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është i fundit profet, mëshirë për mbargjësinë dhe udhëzues i njerëzimit. Allahu i lartësuar na këshillon Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si takon atij i dha se si mos vdesni ndryshe vetëse me iman." Të dashur vëllezër, muaji i bekuar i Ramazanit veçohet me 3, eventualisht 4 ibadete. 3 janë ato: agjerimi gjatë ditës, namazi në përgjithësi por i taravis ose namazi natës gjatë natës. Edhe ibadeti i tretë, adhurimi i tretë është leximi i Kuranit, që për dallim prej këtyre 2 ibadeteve, pra prej agjerimit edhe namazit natës, ky nuk specifikohet me kohë. Domethënë, agjerimi është ditën, nuk mundesh me agjeru natën. Edhe namazin e taravis, edhe namazin e natës, nuk mundesh me fal ditën, sa i emnin e ka namaz nate. Kurani është ibadeti që përmbledh edhe ditën, edhe natën. Ulemat pastaj kanë thonë në 10 netëshin e fundit, me shtu sadakan, si ibadet i 4. E në veçanti, me i thonë vitrat, plus kanë thonë prej sadakave më të mira është me i shtru iftar. Ose me i shtru vetë, ose me i thonë njerëzve, nëse ke mundësi, ata me ngronë në për vendet e tyne dhe mundësijat e tyne. Si do që tjetë, na e kemi fokusin e sotëm vetëm të leximi Kuranit. Të dashur vëllezër, Allahu i lartësuar e ka zbrit Kuranin në Ramazan. Kur themi ka zbrit, nuk duheni me keq kuptu, sepse kemi na feja na mëson që Kurani ka zbrit, feja ka zbrit për 23 vjet te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po çish pas ka zbrit Kurani? Allah ka thonë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është ai në të cilin ka zbrit Kurani. Si ka zbrit o Zot? Ka zbrit nga Allahu xhalla shanuhu prej Zotit deri tek Gjebraili alayhi salam. Ai pastaj që ndryshe quhet në shariat Aminu Sama, si me thonë, ai që Allahu e ka garantu, e ka bo përgjagjës, e ka bo besniku i qiellit, prej Zotit deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që kënë mes besniku i shpalljes është Gjibrili alayhi salam. Ka zbrit në Ramazan deri te Gjibrili alayhi salam. Pastaj në cëllën konkretisht natë të Ramazanit, inna anzalnahu fi lejletil qadr, në natën e kadrit. Në mënyrë më specifike ka zbrit natën e kadrit. A vazhdon të zbret diçka në natën e kadrit? Vazhdon të zbret deri në kiamet kaderi Zotit për 1 vjet. Melekëve u jepet, u caktohet secili që është përgjegjës për 1 detyrë në natën e kadrit. Çdo vjet zbret kaderi i 1 vitit. Nëse, s'është qëllimi i natës kadrit me fol për qëllimi i Kuranit. Të ndërru vëllezër, me këtë Kuran, apo dashnia për këtë Kuran është e madhe shumë edhe te melaçet. Para mendo, melekët vinë edhe mlidhen rreth atyne që lexojnë Kuran. Një prej sebepeve që kanë përmendur ulemat pse mlidhen melaçet rreth tyne, kanë qef me eni Kuranin. Me eni Kuranin që është për lexohet. Kanë qef me marrë mësime, me përfitu nga derset e Kuranit. Jo vetëm kaq, po edhe gjend shkojnë, gjend musliman, në ato vende ku lexohet Kurani, qoftë në shtëpi, qoftë në xhami, qoftë në rrugë, kudo që asi. Vin rreth teje me laçet, vin rreth teje gjend musliman, ti nuk i sheh, ti s'ki punë me ta, ata kanë drejtimin e vet, s'ki nevojë mutut. Ti vazhdon leximin e Kuranit, ata përfitojnë prej teje. Ulemat e kanë dhënë një rregull, kanë thonë, meleku që Allahu ja besoj Kuranin, Zoti e boni melekun më të vlefshëm, më të madh. Gjibrili alayhi salam. Nata në të cilën zbriti Kurani, Allahu e bani natën më të vlefshme, natën e Kadrit. Muaji në të cilën zbriti Kurani, Allahu e bëri muajin më të vlefshëm. Pejgamberit të cilit i zbriti Kurani, Allahu xhalla shanu e bani më të vlefshëm. Kush e njeh të njëjtën rrugtim, lexon Kur'an, punon me Kur'an, e kupton Kur'anin, edhe ai do të ketë pozita
të veçanta në mesin e shoqërisë ose fillimisht Allahu xhaleshanu se shoqëria mundet me të vlerësu gabim, për arsye se mvaret në çfarë shoqënie jetu, atë vlerësojnë nëse di me rre, atë vlerësojnë nëse di me mashtru, atë vlerësojnë nëse je i pabes, atë vlerësojnë nëse je i devotshëm. Mesele tjetër. E rëndësishme te shoqëria e qiellit, te melekët e Allahu xhaleshanu, e që nuk ka pëllam në qiell, që i përmendëm 7 palë qiell, edhe galaktikat e pafund, që për me mërinj duhet miliona vitet shpejtësisë dritës, prej një planetin tjetër, ose dikun ku shihet me mjetet saktuara, ka me la që thot Allahu xhaleshanu, përmes pejgamberit alayhis salam që i ka por Resulullah, një plam nuk ka vend vetë se një me la që është të ba namaz në kam, të ba ruku ose të ba sejdë. Edhe pastaj, kur të ban të kiameti, i thojnë Allahut, ja Rabb, nuk të kena adhuru qatë sa meritan te. E qëta, nëse ti lexon Kur'an të bajnë ty shok, qëta ty të vlerësojnë, qëta ty të dojnë, e me bo me dash banorët e qiellit, mësë tut për banorët e tokës. Nëse dojnë banorët e qiellit, detyrimisht edhe kur të urrejnë, dikush të urrejnë, për jashtë të urrejnë, ama në zemër dikun me bo me lyp, thellë dikun, ajo të dasht, ajo të vlerësu, edhe nëse nuk e shpreh dashnin edhe vlerësimin për ty, se ti je në hak. Prandaj, në Ramazan, pejgamberit alayhi salatu wasalam, sikur i është bë obligim çdo vjet në Ramazan me studiu Kur'anin, jo me lexu, leximi po se po, me studiu. Përveç në Ramazanin e fundit, transmeton hadithi në Buhari dhe Muslim është, ku Gjibrili alayhis salam çdo natë në Ramazan vinke dhe e studiojshin bashkë Kur'anin. Përveç në Ramazanin e fundit, që çat vjet po vdes pejgamberi alayhis salam, erdhi Gjibrili alayhis salam dhe studioi me Resulullahin Kur'anin 2 herë. Me studiu për një muaj 2 herë është mesele. Po themi me studiu. Ata e din që janë eksperta këty në lëmive, çka do të thonë me studiu një libër që është më i vlefshëm në botë, mbrana një muaj 2 herë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, secili pejgamber e ka pas ka një mrekulli mas paku, me të cilën është vërtetu profecia e tij. Pa do në më konë pejgamber, apo jam pejgamber, po ku e ki mrekullin tane? Secili e ka pas një mrekulli. Faraoni ka thonë Musa alayhis salam, nëse pretendon se je pejgamber, sille mrekullin tane, ka nxjerr shkopin e dini. Isa alayhis salam e tjerë e tjerë. Thot Resulullahi alayhi salatu wasalam, Allahu mu ma ka dhënë Kur'anin mrekulli. Edhe shpresoj që në ditën e Kiametit ummeti im të jetë më i madh në numër në sasi se sa ummetet e tjera. Kjo mrekulli Allahu xhaleshanu e ka lënë valide një sfidë. Ka thonë, deri në ditën e Kiametit, le të mlidhen e gjintë dhe insant, të mëshme të dunjas dhe të gjitha kohërave, dhe le të sjellin një Kur'an sikurse ky. Pastaj ka ul sfidën, ka thonë ta sjellin një sure sikurse kjo. Pastaj ka ul akoma, ka thonë ta sjellin një ajet sikurse ajetet e Kur'anit. Aq është i vlefshëm. Aq është i pamundur me u arrit sa kur janë mundu dikush në atë kohën e moqme me emitu Kur'anin, edhe fëmijët kur i kanë kesh me poezitë e tyre që kanë dashur me sfidu Kur'anin. Pastaj shpërblimi i leximit Kur'anit, për çdo shkruajnë mas paku i ki 10 sevape. Vazhdon thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 700, por edhe pa kufi. Kretë në varet kjo 700 edhe pa kufi. Cila është sebepi që mund më ngrit standardi i shpërblimit, të nderuar vëllezër. Bazë është niyeti yt. Zemra, sa bën për Allah. Vllazni. Po japni një këshill. Shkoni një herë në një dhomë vetë kur jeni, ose hajde në xhami kur son kërkosh to. Let mos çe kërkoj se më dikush e bo budall. Edhe hajde edhe lexo Kur'an vërtet. Lexo Kur'an me se dhe Zotit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe të tërqedh të trupit nxerrja vetës kretat keqen që ki mrana nxerre. Nëse dalin lot prej syve le dalin, ti me Zotin je të fol. Provoje. A di çfarë kënaqësi është? Kur ti kretat sfidën e jetës, atë stresin e jetës që e thojnë njerëzit, ti ke shku me se dhe Allahu të zgjel pa lexon fjalën e Zotit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, vështje dhe Allahu azza wa jall. Provoje. Kemi thonë me fol me Zotin xhaleshanu, fjala më e mirë që e fol robi me Zotin është Kurani. Si është e mundur një besimtar hyn edhe del Ramazani se ka kap Kur'anin se ka çel. Wallahi,
Me bo mës me qelë një rjetë social, s'po du të përmendi emra që mës ju bëjë reklam. Na kruhet trupi. Fjallën e Allahut Azza që e kanë rujt me kujdes, janë mbyllë dyrët e qiellit, e gjinët nuk mund me shku, në qiell nuk mund me shku. Prej kur ka zbrit Kurani janë mbyllë, është garantu çdo sen. Nuk ka njeri në botë që mundet me ndryshu një pikë një prej se ti çak që Zoti e ruan. Besimtari hyn në Ramazan dhe del nuk e ka lexuar Kur'anin. Çfarë është problemi i madh? Vepra më mirë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse s'ki kohë me bë dua për shkak se je i nxënt me Kur'an, s'ki kohë, s'po ki vakt me lexu. Edhe pse kjo po ne është e pakapshme. Na kemi vakt për çdo sen. Po që s'ki kohë je i nxënën shumë të lexu Kur'an. Allahu Gjeleshanu e ditë ti çka ki nevojë, e ditë ti çka ki në tru. Pa bon dua ta pranon duan, sepse ti je i nxënt me diçka më të vlefshme se sa duaja, me fjalën e Zotit. Tu marr me fjalën e Allahut, s'ki vakt me bon dua, o Zot falem, o Zot fal mi prindrit, o Zot udhëzom e vlad, s'ki vakt. Zoti Azza wa Jall ti pranon duat pa i bon hiç, për hatër se je tu marr me diçka më të rëndësishme. Cili prej neve s'ka kohë për me bon dua, sa shumë i nxënën me Kur'an. Është e turpshme. Imam Abu Hanifa rahmetullah alayh përmendet ka 60 hatme me disa transmetime. I bante një ditën e një natën. E tjerë ulemat i kina përmend, nuk po du më këthyte. Aman, bile, ti rinë gati Kuranit njëherë në Ramazan të krymë. Edhe fundit, qësh me lezu nëse nuk di unë me lezu në gjuhën original, qësh ka zbrit në gjuhën arabe. Ulemat kanë thanë, mas pari me mujtë me mësum, qësh i ka folë Zoti, me lezu, alhamdulillah. E dyta nëse s'mon atër e zamensan me diçka tjetër, qoftë me dëgjim të Kuranit, nga në Kuran, të shpija lëshan e ban hatme me ngu. Edhe treta ban me lezu, normal edhe Shqip. Na pyesin shpesh në rrjetet sociale a quhet hatme. Fjala hatme, Shqipi vjen diçka me përfundu, mja qitë kapakin një sanit, me nisë edhe me esos. Çdo sen që përfundon, kur e nërëq një shpi, thotë e ka bo shpinë hatme, domon e ka nërëq shpinë. E ka bo Kuranin hatme, e ka përfundu Kuranin. Prandaj, a me lezu, kanë thonë zbat kabull, bat kabull, qysh bë zbat kabull? A ma mirë me nejtë në rrjetet sociale a me lezu Kuran Shqip. A i kuptani ju që ka një të thonë. Por shpërblimin për çdo shkruaj nuk e ka 10 sevape. E ka shpërblimin që po lexon Kur'an më shumë se sa çdo libër tjetër me lexu, më shumë se me ngut derse në Ramazan. Me lexu Kur'an Shqip është më e vlefshme. Prandaj mos i neglizhoni edhe mos i humni, mos i dekurajoni, mos i humni vullnetin njerëz me thonë ja s'pranohet hatme me Shqip. Lexoj be Kur'anin, ti e të lexu Kur'an. Sa angazhohesh me diçka fetare ki sevap. Ja me fjalën e Allahut më shumë ti edhe më mirë është më u angazhu. Andaj amanat vllazni, shfrytëzoni sepse 1/4 e këtij muaji veç se po shkon, ta shfrytëzojmë në lexim të Kuranit, në përfitim nga ky ibadet. O Zot, na bën për atyre që pasojnë Kuranin, që mësojnë Kuran, që lexojnë, që e ndjekin urnat e tij dhe e dojnë ata. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.